Tashi, do flasim për shërbimet. Shkodrën e keni sakatu, ja keni hek të gjitha drejtorit, ja keni hek gjykatën, e keni shkatru. Në qoftë se Elbasan, Tiranë, Zotnia, bode. Nuk e di për sa minuta, unë besoj që ti je pilot edhe e ban shumë shpejt Elbasan, Tiranë, një shkodran me shku në Lezhë ose deri në Durrës, një turist vënon 8 orë. Dhe kjo është bërë qëllimisht për ta shkatruar turizmin në veri dhe për ta shkatruar Shkodrën. Tjetra, këtu duhet kishte vetëm njerëz që janë 25 vjeç dhe gra 7 zana. Ata duhet të flishin më mirë se askush tjetër. Në të gjithë, sidomos pjesa që merret me politik, nuk duhet të ishte prezent. Pse duhet të jetë prezent? Prezent jeni ju që i ndani gjanat në tavolinë Tiranë dhe na pyesni ne krejt kot. Ashtë si puna e Amerikës me Kinën që i ndajnë gjanat, më se pyesin Europën hiç. Dhe më duket që jeni tu i bëhat njëjtën gjë. Në qoftë se ju mënoni për Shkodrën, mënoni që Shkodra është një vend që duhet ketë pozicionin që ka pas, duhet i ktheni gjitha drejtoritë në Shkodër dhe duhet bëni shmosin që milët Shkodër të ketë një rrugë sa më parë. Kjo është ajo që shkodranët kërkojnë. Pjesën tjetër e ndërtojnë vetë. Dhe kjo ka bën që kanë shkatruar dhe universitetin. Universitetin vërtet e kanë shkatruar na bashkë me nimën tuaj. Dhe kjo ka prunë një fukarallëk të jashtëzakonshëm në Shkodër. Pra ajo rini që ishte universitar dhe ajo rini që ishte shkodrane nuk ekziston më. Pra kjo ka kanë një nim midis jush edhe nesh. Midis nesh që i kishin pak qirat e shtrenjta, midis profesorëve që i kishin pak çmimet e larta dhe midis jush që nuk krijuat korridore me Dibrën, me Kuksin, me Lezhën, me Mirditën.